O do uroja të paktën që babai juaj të jetë i lumtur nga fjalët që dëgjon nga goja jote, që ju jeni mirë, sepse në fund ditës ky është pranimi, pra të jesh mirë pavarësisht se ai nuk është aty si do donte të ishte. Babai jot është shumë afër me ty, është në atë zonë që ju luani ndonjëherë tek arena, është duke pritur aty. Unë duhet të them që kurse ti hyre brenda në Big Brother, i ka shkruar redaksisë thuajse çdo ditë, duke i treguar që ka 7 vite e 3 muaj që nuk ka patur mundësinë që të flasë me ty, dhe që gjithmonë nëse ti do e doje, do donte që të fliste me ty, ose akoma më shumë të takohej me ty. Po kjo është e gjitha në dorën tënde. Thjesht dua të them që nga ana e tij, dëshira për të patur një marrëdhënie, cila do të jetë ajo, është më e madhe se sa të mos paturit asgjë. Pavarësisht se është duke e shijuar shumë këtë që po të shikon nga televizori edhe pavarësisht se të flet dot, të shikon 24 orë edhe duket sikur të ka në shtëpi deri diku. Kështu që nëse do që ti flasësh, qoftë përmes nga aty, qoftë nëse do të takosh, ai është aty, po pret. Është komplet në dorën tënde, mos u ndje i detyruar të bësh asgjë, por të thash, nëse do vërtet të ecësh përpara, nuk është mos takimi, është takimi, dhënia e dorës veç shnosht, ecën përpara lirisht. Nuk mund të jesh ti peng i zgjedhjeve të prindërve të tu, nuk mund të jesh peng i marrëdhënieve të tyre me njëri tjetrin, dhe mbi të gjitha nuk mund të jesh peng i gabimeve që ai ka bërë me ty, me mamin tënd, me motrën, me vllajën në të shkuarën. Mund të ndërtohet një marrëdhënie nga e para çdo ditë që kalon mal. Pse? Sepse jemi njerëz dhe njerëzit bëjnë gabime. Dhe nëse nuk do t'i rregullonim ato gabimet të nesërmen, ç'kuptim do të kishte të ishte jeta kaq sa ç'është? Çfarëdo që të zgjedhësh sot mal, duhet të jesh krenar për veten tënde. Faleminderit, Lelo. Ama ki parasysh një gjë, që një ditë, që uroj të mos jetë aq e largët, të bëhesh bab vet. Dhe të paktën një gjë të mirë e ka bërë babi jot. Sepse ti me fëmijët e tu do jesh më i miri. Nuk do i ngjash fare ati. Do jem unë, do jem verzioni jam. Eksakt. Mali, Po, më duhet një përgjigje. unë i uroj gjitha të mirat në jetë. Edhe nëse kam e taku, që e di që kam marrë dita një ditë, du me taku kur s'ko kamera heq. Kështu që një ditë kena mu taku, gjithqysh. Një jetë t'i uroj të krejt mirat, edhe shpresoj që e ki një jetë sa më të mirë. Po një ditë gjithqysh kena mu taku kur s'ko heq kamera. Faleminderit, man. E vlerësoj shumë. Po të lë aty,
Vetëm më mbyllim lidhjen me Malin. Shkojmë pak në arenë, zoti Faik. Zoti Faik, Urdhë, besoj e dëgjuat. po dëgjova mirë shumë, faleminderit. Më vjen keq që nuk donte që të takoj me ju sot. Nuk ka asnjë problem. Po e dëgjova që tha që një ditë do takohem me të, mbase kamerat janë gjithashtu problemi, sepse gjërat që duhet diskutoni me njëri tjetrin janë tuajat edhe nuk kapse të jenë të gjithë botës. Mali është shumë i edukum, Mali është djalë shumë i fjalës, Mali është shumë i talentum, Malit i uroj shëndet. Edhe sukses në Big Brother dhe gjithë grupit në Big Brother, shëndet dhe suksese me talentin e tyre që jënë duke treguar. Faleminderit shumë. Zoti Faik, faleminderit ju që ishit. Dhe uroj vërtet që marrëdhënia juaj me fëmijët tuaj të jetë ajo që do duhet çdo baba të kishte me fëmijët e vet. Ndonjëherë ajo që ndodh mes partnerëve është jo ajo që pritet, por kjo nuk do thot dhe nuk duhet të thot asgjë për fëmijët. Dhe ju takon juve që ta ndërtoni këtë, sepse ju zgjodhët që t'i bënit fëmijët. Ata thjesht u gjendën aty. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju shumë. Përshëndetje. Okej, mbyllim lidhjen me arenën. Dhe vjen një moshë që pastaj nga këto të fillon të dhëmb shpina, nuk të dhëmbin më përveç këtyre. Shkojmë në shtëpi. Atëre, yje ju kërkoj të ktheheni në dhomën e ndenjes, faleminderit. Patjetër. Shumë rrava dhe. Ej. Ka shpirti. Shumë i mirë që. Nga një të tja ke dhëm pas vetë, të gjëroj që kur dalësh, të kosh. Shte lore të shpjego. Të duke. Ej. Mamë. Ishe të fortë. Bërë zjedhin që ishte kulturë. Kohën time, do flas në më. Come on, boy. Mali! Shumë i fortë. Okej, ndërkohë mbyllim lidhjen me shtëpinë dhe është momenti tani për një publicitet fare të shkurtër.